arsye që jemi një grup I përzim që disa din ma shumë, disa din ma pak. Disa e kena praktik, hulumtimin, dokumentimin e krimeve të luftës, disa ja kena nisë. Kështu që keni një kuptim për mua nëse kom vendos me fillu me konceptet themelore pak çka quajnë krim të luftës, sepse për gazetarët me dokumentu krimin e luftës, se që pjesë janë Tutsi dhe Hutut moderun janë pra, edhe Srebrenica në fund ka arrit I vetmi vend në ish Jugosllavi që ka arrit me klasifiku vrasjen e 8.000 burrave edhe djemve musliman si gjenocid. Do me thonë numri nuk ka qenë. Numri qatë që ka dhe mas kena nuk ka qenë, qatë që ka. Në anën tjetër, institucionet që po thotim me formu, zakonisht duhet me qenë kogja qëndror edhe të me qenë institucional, po asë një shtet nuk po të ebot që me thonë na të ebot. Do me thonë nuk di që Franca... Në njerëzimin kemi edhe dhe dëshmitar shumë. Ky ka qenë një trajnim shumë I dobishëm edhe shumë I rëndësishëm, sepse viktimat shpeshherë ka ndodhur para 18 vjetë kam kalu në këtë institucion dhe më vonë pasaj pashtu kam qenë e kryet e delegacionit Kosovës për personat të zhdukur nga vitit 2016 me vitin 2021. Në pajtim edhe me teme natyrën e fundës unë për përpiqem shkurtimisht edhe për shkak të kohës, është pak ftohtë, edhe po përpiqem sa ma